أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. E falenderojmë si çdo herë dhe madhrojmë Allahun e lartësuar. Atë falenderojmë, atë madhrojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, rahmet, mëshirë dhe udhëzim kërkojmë. Çojmë salavate për pejgamberin ton, mësuesin ton, të dashurin e zemrave tona, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Lutemi për familjen e tij, shokët e tij dhe për këtë musliman gjallës së të vdekun, edhe për ata që kanë marrë pas neve deri në ditën e Kiametit. Jemi në takimin e 13 të serisë së ligjëratave, një udhëtim nëpër kopshtin e të devotshmeve të Imam Nevevijut. Edhe imami ngadal kadal po shkon të rrit nivelin. Nëse ju kujtohet, e ka fillu librin e tij me kapitullin e sinqeritetit, tani masandaj na mësoi për pendimin, tani masandaj na tregoi për durimin, tani pasandaj na tregoi për vërtetësinë, na tregoi për vetë kontrollimin, dhe tash ka arrit te kapitulli Kitabut Taqwa, kapitulli devotshmërisë. Sikur po thot, ai që ka ecë qytyn e hapave, edhe ai që ju përmbahet qytyn e haditheve që i kemi shpjegu, me emër të Allahut, ai që i praktikon bëhet i devotshëm. Gjithsesi prej neve na mundon kjo pyetja, a jemi të devotshëm as jemi? Andaj imami po sinjalizon edhe po thot ai që i përmbahet këtyre kapitujve që na i kemi përmend, duke filluar prej sinqeritetit, deri te el muraqaba, vetë kontrollimi, ai bëhet muttaqi, i devotshëm. Andaj kapitulli në radhës e thot Kitabut Taqwa, kapitulli i devotshmërisë. E kë duhet me kanë synimi i gjithë secilit prej neve, me arrit devotshmërinë. Përndryshe, për çka jeton njëri? Nëse nuk e ka synim me kanë rob i devotshëm i Zotit, për çka jeton njeriu edhe për çka ja vlen të sakrifikojë ai? Përveç se me arrit devotshmërinë. Andaj pejgamberi alayhis salam në hadith, jo pe atyre që i përmend imamin në librin e tij, por në hadith tjetër të saktë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Kullu nasin yagdu. Të gjithë njerëzit ngriten në mëngjes dhe e shesin veten e tyre. E shesin nefsin e tyre. Faba'iun nafsuhu, ka me shit nefsin për diçka. Mirë po, ky jetë mes dy alternativa, thot pejgamberi sa. Thot famu'tikuha, ose ka me shliru nefsin e tij, au mubiquha, ose ka me shkatru nefsin. Pra thot pejgamberi sa, gjithsesi lloj për njerëzve kur ngritet në mëngjes, ka për ta shit veten e tij për diçka. Mirë po, i ka dy alternativa. E para me kanë tregtar i suksesshëm edhe me shliru nefsin e tij, e dyta au mubiquha, ose me shkatru nefsin e tij. Pra këtë njerëzit kanë me dalë në treg për çdo ditë të Zotit. Mirë po, është interesante se vetë njeriu është edhe pronari edhe malli. Ti edhe pronari që shet, po je edhe malli që shitet. Andaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti ki me zgjedh, apo don me shit nefsin tën për një kënaqësi të kësaj bote që zgjat pak, edhe ki me shkatru veten tënde, apo po don që nefsin tën me shit edhe me adorzu Allahut. E kënaqësia ti është e përhershme. I devotshëm është ai njeri që s'pranon i veten e tij me shit ose me adorzu askujt tjetër përveç Allahut. Andaj thot Allah në surën Taube: Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Me të vërtetë Allahu ka ble prej besimtarëve shpirtat edhe pasurinë e tyre. Thot Allahu njëm ai që prej besimtarëve ja ku ble shpirtat e tyre. Edhe pasurinë e tyre bi anna lahumul janna, në këmbim të xhenetit. Unë jam ai, thot Allahu, që ja bleta nefsin, shpirtin, gjon ma shtrejt që e pat besimtare në këmbim të xhenetit. Andaj thot Allah në surën Ahzab: Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh.
ka prej besimtarve burra. Ka prej besimtarve burra. Nuk janë krejt. Minel mu'minina rijalun, ka burra prej besimtarve. Sadaku ma ahedullah alejhi. E kanë realizu premtimin që ja kanë dhënë Zotit. Vetën e tyne ja kanë dorëzu vetëm Allahut. Kështu që nëse nuk do të ishte devotshmëria, për çka do të jetonte njeriu? Me kënash nefsin e tij, Allahu ju nderoft sikur se kafsht, me ngran edhe me pi, edhe mos me ditë për çka jeton. Devotshmëria është gjaja më e shtrenjtë që ka njeriu. Andaj thot Allah në surën Araf, thot ja bani Adam qad anzalna aleikum libasa yuwari sawatikum wa risha. O bita Ademit, une ju kum dhënë juve petk, rroba, me të cilën petk e mbuloni avretin e juve dhe stolisëni. Wa libasu taqwa dhalika khair. Mirë po dine se petku më i mirë që mundi me vesh ndonjëherë është petku i devotshmërisë. S'keni me gjetë petk më të mirë me vesh se sa qenit i devotshëm për hir të Zotit. Kjo grada më e lartë që mundet me arrit njeriu. Andaj imami në hadithën e parë që na sjell këtë kapitull, e sjell hadithën që transmeton Abu Huraira se sahabët e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Men akramun nasi ya Rasulullah. Kush është njeriu më fisnik, o i dërguari i Allahut? Na trego për njeriu më të ndershëm. Pejgamberi alayhis salam hala pa kryer ata mirë pyetjen, po ja jep përgjigjen e prerë. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atqahum. Hiç pas gjat. Njeriu më fisnik, më i miri është ai që është më i devotshëm. Jo ai që ka prejardhje më të mirë, se arabt e kanë pat shumë të shprehur krenimin me prejardhje. Edhe në kohën e xhahiliyetit ka qenë gjendje me t'i numëru me 10 paraardhës të tij. Madje pejgamberi alayhis salam, sikur se i përmend hadith vetë për veten e tij, i numëron 21 baballar ose paraardhës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë qenë shumë të njohur për njohjen e prejardhës së tyre. Andaj pejgamberi alayhis salam po i thot, ai që është më fisniku, është ai që është më i devotshëm, edhe pik. Atqahum, përgjigje shumë e shkurt, më i devotshëm tyne. Bile pejgamberi sa këta është mënu me jamjell sahabëve qysh në fillet kur ka thirrë në Islam. Qysh në Mekë kur u dal pejgamberi alayhis salam me i thirr familjen e tij, sikur se ka urdhëruar Allahu kur i tha, wa anzir ashiratakal aqrabin, dhe thirrët e farafisin tënd të afërm. Pejgamberi alayhis salam po dal në kodër dhe po thot, ja ma'shara Quraysh. O ju fise Qurayshite. Me tërheq vëmendjen e tyre. Thot, ishtëru anfusakum. Na kemi përkthy këtë, shpëtojeni vetën tuaj. Po ishtëru anfusakum i bjen blejeni vetën tuaj. Sikur se që tha Allahu ka ble ma herët. Ishtëru anfusakum. Blejeni vetën tuaj. La ugni ankum min Allahi shay'a. Nga se unë s'mund të sjell asnjë dobi prej Allahut. Unë s'mund t'ju mbroj për dënimit Allahut. Vazhdon pejgamberi sa thot, ja bani Abdul Muttalib. O fisi Abdul Muttalibit, gjyshit vet. Ja Abbas ibn Abdul Muttalib. O Abbas, djali Abdul Muttalibit, agjëz vet. Ja Safiyetu ammetu Rasulillah. Ku i edhe te oj Safije, halla jeme, halla të dërguarit. Thot, la ugni ankum min Allahi shay'a. Unë s'mund të sjell dobi për para Allahut asgjë. Dhe në fund thot, wa ja Fatimatu binta Muhammedin, selini min mali ma shi'ti. Oj Fatime bia Muhammedit, më kërko prej pasurisë time çka të duash. Mirë po në ditë kiametit, s'muj me të ndihmu asgjë për Allahut. Në ditë krym punë veç devotshmëria. Në ditë krym punë vetëm takvallahu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mënu me jamjell sahabëve këtë bindje se tek Zoti, po edhe tek vetë pejgamberi alaihi salam
nuk kryen punë as pasuria, as malli, as pozita, vetë se takvallaku. Thot pejgamberi sa në hadithin tjetër që transmeton Imam Ahmedi, edhe pse ka diskutime për zinxhirin e hadithit, po që kuptimi i tij është i saktë pa pikë dyshimi, thot pejgamberi alayhis salam, inna awliya'i al-muttaqun. Miqtë e mi, thot pejgamberi alayhis salam, janë të devotshmit. Haythu ma kanu, thot kudo haythu kanu wa man kanu. Kudo qofshin edhe kush do qofshin. Pra pejgamberi sa thot edhe miqtë e mi i meritojnë me qenë vetëm ata që janë të devotshmit. Kush do qoftë edhe ku do qoftë. Andaj mundi me marrë me men pse pejgamberi alayhis salam e ka pasur për mik Bilal el-Habeshi, Bilalin e Etiopis. Mundi me marrë me men pse pejgamberi sa e ka pas shok Selman el-Farisi, Selmanin Persian, Suhejb el-Rumi, Suhejbin Romak. Mes këtyne që nuk jo është dit as emri i babës së tyne, ka barazu pejgamberi alayhis salam zbashku me Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin edhe Aliun, që i ka pat pejfiseve kurishite. Ka thonë ju jeni të barabartë, përveç se kur dalloheni me devotshmëri. Andaj pejgamberi sa kur po pyetet cili është njeriu më fisnik, pejgamberi sa thotë më i devotshëm. Sahabët i thanë, ja Rasulullah, nuk të pyetëm për këtë. Pejgamberi sa shumë mirë ka ditë për çka kanë pyet sahabët. Nga se sikur se kemi përmend hadithe tjera, pejgamberi sa ka ndodhur që kur u shku sahabiu me pyet, i ka thonë prit një minutë, po ta tregoj edhe pyetjen, edhe përgjigjen. Se di edhe çka ka ardhur me pyet. Edhe në këtë rast nuk mundet mu paramndu që pejgamberi alayhis nuk e ka ditë qëllimin e pyetjes së sahabëve. Mirë, po sikur pejgamberi sa ka thonë, po ju tregoj që ato që edhe pse nuk pyet për të, është më e rëndësishme. Sahabët i thanë, ja Rasulullah, s'kemi pyet për këtë. Atëherë pejgamberi alayhis thotë, e nëse keni pyet për njeriu si njeri, cili është më fisniku me emër, thotë atëherë ai është Jusufi alayhis salam. Nga se ai është pejgamber, i biri pejgamberit, dbirit pejgamberit, i birit të mikut të Allahut. Jusufi është i biri i Jakubit, Jakubi i biri i Ishakut, Ishaku biri i Ibrahimit, alayhimus salam. Prap sahabët i thanë, ja Rasulullah, nuk kemi të pyet për këta. Pejgamberi ai thotë, nëse keni për qëllim ndër arab, domthonjë që ta jo keni pat për qëllim prej fillimit, mirë po unë ja u dhash çdo informata tjera që ju vijnë, thotë nëse keni për qëllim ndër arabët, thotë pejgamberi alayhis salam, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islam idha faquhu. Më të mirët e jahilietit kanë me kanë më të mirët në islam. Çka qëllimi? Që ata njerëz që kanë po cilësi të mira, si tip, si personalitet, edhe në jahiliet, me emër të Allahut kanë me kanë edhe më të mirët në islam. Amo me një kusht, idha faquhu, kur të thellohen në dituri. Nëse në shariatin ton nuk mundesh me arrit asgjë vetëm se pa pas ilm edhe pa pat dituri. Kështu besimtari duhet me pat synim pra devotshmërinë, edhe me u mundu që pej devotshmërisë mos me largu asnjë gjë prej kësaj bote. Mos me largu pej devotshmërisë asnjë pej kësaj bote. Andaj pe imami në hadithin e 70 na sjell hadithin ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dunya hulwatun khadira. Kjo dynja, thot pejgamberi alayhis salam, është e ëmbël dhe e gjelbër, tërheqëse. Wa inna Allaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kayfa ta'malun. Allah ju ka lënë me këmbës në të që t'ju shoh juve se çka po punoni. Fattaku ad-dunya wattaku an-nisa. Andaj friksojoni ose ruajoni dunjas dhe ruajoni grave. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi an-nisa. Nga se fitneja e parë që ka ndodhur bani Israilve ka qenë fitneja e grave. Pra, pejgamberi alayhis salam fillimisht po thotë, dunjaja i ka dy cilësi cilat mund me mashtru njeriu. E para është hulwe, e ëmbël. Pra është një farë hallëve, është një lloj ëmbëlsire që mundet me mashtru njeriu. E dyta khadira, na kemi përkthy tërheqëse, mirë po khadira i bjen e gjelbër. Këtë na
kemi udhëtu me kërë, edhe e sheh kur je me një ambient të mbyllën, edhe del me një vend që ka gjelbrim të madh, edhe ku dominon ngjyra gjelbërt, ose ku kombinohet së bashku me ngjyrën e ujit, ti hipnotizon syt për pak qase, të mahnit, të magjeps. Thot pejgamberi sa dynjaja është kështu. Khadira e ka ngjyrën e gjelbërt, të mahnit. Pra, ndryshe qysh mos provu njeriu, nëse nuk ish me qenë dynjaja mahnitse edhe ëmbël, ku kish me u dallu i devotshmi prej jo të devotshmit. Nëse nuk ish me qenë sprova, qysh kish me u dallu Ademi alayhis salam. Edhe pse ke në xhenet, Allah vendosi me sprovu. I tha Allahu i lartësuam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna. E na i tham, o Adem, ha ti dhe gruaja jote çka doni në xhenet. Wa kula minha ragadan haythu shi'tuma. Hani e pini çka të doni për asaj që Allah ka kriju. Wa la taqraba hadhihi ash-shajara. Ama e keni një sprovë edhe këtë, që ajo pemë atje që ta ka të hik syrin, është ndaluar për ju. Që ajo pemë atje që ta ka të hik shikimin edhe po të mahnit, është haram për ju. Pra që kjo sprova, nëse nuk ish me qenë sprova, atëherë ku dallohet besimtari për ju besimtarit. Pra Allahu e ka kriju dynjan të ati lozën që na të ndonë, të mahnit, të magjeps, të mashtron, po këtë dallohet pasaj besimtari i sinqert për ati që mashtrohet kollaj. Andaj, pejgamberi sa më thët, fattaku dunya, ruajeni dunjas. Kjo shpreha ruajeni dunjas nuk e ka qëllimin bojkotimin e dunjas. Nga se besimtari duhet pa tjetër me qenë në dunja. Mirë për qëllimi dunjaja, mos me qenë brenda besimtarit. Këtë shembull e kanë marrë dietar sikur se puna e anijës. Kanë thonë anija pa tjetër duhet me qenë në ujë për me kanë funksionale. Ajo duhet me qenë në ujë për me lundru. Mirë, po ujë me ba me qenë në anije, nuk bën se fundos. Besimtari duhet me qenë në këtë botë, se kështu është ligji i Zotit. Mirë, po problemin e kemi kur kjo botë po hin brenda besimtarit. E kemi problemin kur njeriu vend që me pa të lidhjen e tij me Zotin, e që kjo është devotshmëria, lidhjen e tij e bën me diçka tjetër. Momenti kur lidhja e një njeriu me diçka për kësaj bote bëhet më e fortë se sa lidhja e njeriu me Zotin, i tilli nuk është i devotshëm. Personi i tillë e humb nderin i të qenurit takva, i devotshëm. Çka e ka ndalu faraonin me i besu Musait a.s. Asgjë tjetër, vetë se lidhja ati e fort me pushtetin. U dalë për para Musait e i ka thonë, ky është lumi Nil, te gjerimin tahti, i cili po lundron poshtë meje. Pra këm pushtet madhështor, nuk moje në mi ardhë pas një njeriu i cili, sikur se ka thonë, belbën, edhe nuk flet mirë. Lidhja ati me pushtetin ka qenë më e fortë se sa lidhja ati me Zotin. Ose çka ka ndalu Karunin, djalin e Axhës së Musait. Me Musain alayhissalam kanë qenë djem të axhallarëve. Mirë, po kë ka më ringjallë ditën e Kiametit së bashku me faraonin. Çka e ndaloi ata me besu Musait? E ndaloi lidhja e tij me pasurinë. E ka vendosur në rend të dytë para lidhjes së tij me Zotin. Çka e bën Ebu Talibin të jetë në xhehenem? Lidhja e tij me fisin, lidhja e tij me gjakun, e vendosi në rend të parë, edhe i tha pejgamberit ai sa sikur se përmendëm dersën e kaluam, mos me qenë turp me të besu ty, kisha me të besu me njëherë. Po më akuzojnë fisi im. Kjo është kur njeriu e vendos lidhjen me Zotin, e vendos në rend të dytë. Andaj Allahu thot në surën A'raf. Thot huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Ai është Allahu i cili ju krijoi juve prej një shpirti dhe prej atij e krijoi gruan e tij që të qetësohet tek ajo. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. E kur shkon njeriu tek gruaja e tij, e ajo rëndohet me ato që ka dalë për njeriut, ata lutën. Ata thonë,
Dawa Allah rabbahuma, e lusin Allahun Zotin e tyre. Lein atana salihan lanakunanna min ash-shakirin. Ata thonë, o Zot, nëse na jep një evlat të hajrit, na kemi me kanë shumë falënderues ndaj teje. Kur e komentojnë ulemaja këtë hadith, këtë ajet, për aty në dietarëve që e komentojnë më së miri, është komentimi i Fakhruddin Ar-Razit, Allahu mëshiroft. Ky thot qëllimi është se kur është mbet shtatzon Hava alayhis salam, edhe e ka pasur që në barkun edhe në trupin e saj po ndodh diçka që nuk është e njohur për të, edhe u ardhi Iblisi ka thonë që në të keni një fëmijë. Atëherë ka filluar me u preokupu me të ma shumë se sa që dohet. Ka filluar me u preokupu me të ma shumë se sa që dohet, madje shejtani jo veç Havës, po edhe krejt pasardhësve të saj, edhe pasardhësve të Ademit, i bën ves edhe i flet. Edhe i thot, qysh ke me lind, e qysh ke me rrit, e fillon edhe e shton lidhen e tij edhe e vladit të tij. E shton që të lidhen mes prindit edhe vladit, e bën çast madhe, sa që thot Allahu, falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fima atahuma. E kur Allahu ja dha atë vladën e mirë që ata e lëpën, ata i bënën shirk Zotit në ta. Pra e vendosën fëmin në rand të parë. Edhe përfundon ajeti, fata'ala Allahu amma yushrikun, lart edhe i patmeta është Allahu për asaj çka ata i bajnë Zotit shok. Pra, kjo është ajo kur i jep përparësi diçkaje për kësaj dynjaje në raport me Allahun e lartësuar. Kjo është e njëjta me ato sikur se sot ishte njerëzit duke bë amoralitet, zina. Ky jep përparësi një çefit të kësaj bote për asaj që dohet me pat kë lidhjen e tij me Zotin. Ose e shet duke vjedh, ky ka dhënë përparësi lidhjes së tij me pasurinë përpara lidhjes së tij me Zotin, e krejt këta janë larg të devotshmëve. Hadithin e 71, imami na tregon se devotshmëria është një gjë kaq e shejt, sa që besimtari duhet me kërku shpesh prej Zotit. Pejgamberi alayhis salam, që na sjell imami hadithin, çdo mëngjes edhe mbrëmje e pas ka bën një lutje. Thoshte ai bekum sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. O Zotim, unë kërkoj prej teje udhëzim, devotshmëri, ndershmëri dhe pavarësi. Çka qëllimi el-huda, gjëja e parë, pra qëllimi udhëzimit, e shtimit të udhëzimit, shtimit të përudhjes, shtimit të diturisë. Madje dituria është e vetmja gjë për cilën pejgamberi alayhis salam është urdhëruar pe anës së Allahut që mu lut mjashtu Zotit. Thot Allah në surën Taha, wa kur rabbi zidni ilma. Dhe ti o Muhammed thuaj, o Zotim, ma shto diturin. E vetmja gjë që i ka thënë Allahu pejgamberit alayhis salam, lutu që unë me ta shtu, është dituria. Kështu që el-huda, që kërkon pejgamberi sa udhëzim, është qëllimi me ashtu Zoti udhëzimin, diturin, njohurit. E dyta, wat-tuqa, devotshmërinë. Nga se s'munësh me kanë i devotshëm pa dashur Allah. Njëri prej dietarëve e ka pat një lutje të mirë, ka thonë, o Allah, ti je ai që i ke bërë të devotshmit të devotshëm. Bëm edhe mua si ta. Ti je ai që i përmirësove robët e tu, i banë të mirë, të devotshëm. Bëm edhe mua si ta. Pra, pejgamberi sa më shlut çdo mëngjes, ka thonë, o Allah, ma shto edhe po kërkoj prej teje devotshmëri. E tjetra thot el-afaf. El-afaf e kemi përkthyer ndershmëria, po qëllimi me kanë i ndershëm larg gjunaheve, larg mëkateve, edhe e fundit el-ghina, pavarësia prej njerëzve. Me qenë i pavarur prej njerëzve edhe me pat nevojë vetëm për Allahun e madhruar. Kështu që besimtari duhet me lut Allahun për devotshmëri para shkos sa është gjallë, duhet më mundu që lidhjen e tij me bë të fortë me Zotin, nga se tek e fundit njeriu do të kthehet tek Zoti i tij. Edhe nuk do t'i sjell dobi asgjë tjetër vetëse devotshmëria e tij. Pejgamberi alayhis salam e ka lutur Allahun për devotshmëri çdo mëngjes,
edhe çdo mbrëmje. E jona është nëse nuk mujna çdo ditë të paktën me i shfrytëzu sezonat e arta, e tash prej ditës së nesërme ne e nisim për një sezon të artë, e që është muji i bekuar i Shabanit, muji paraprirës i mujit Ramazan. Gjatë cilët muj, takimet tona na kemi mja kushtu muajit të bekum të Ramazanit. Edhe kemi me folë pak për Ramazanin, kemi folë për përgatitje që do të mi bë para ti, dhe kemi me folë se si me realizu edhe me përjetu një Ramazan më ndryshe. Krejt këta me synim që kemi me arrit devotshmërinë tonë në raport me Allahun. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.